Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyus salihin. Wa usalli wa usallimu ala an-nabiy al-Mustafa al-Amin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Gjitha falënderimet të takojnë Allahut të madhruar, ai është i vetmi i denjë dhe meritor për të qenë i lavdëruar dhe i adhuruar. Përshëndetje dhe bekimet janë për të dërguar në ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e madhruar e falenderojmë për të gjitha mirësitë dhe begatitë, jemi mirënjohës në mënyrë të veçantë që na ka mundësuar që të vazhdojmë shoqërimin ton në këtë termin të rregullt. Temën tani më e kemi të njoftun, Kurani edukon. Sonte do të shoqërohemi me një pyetje, me një shqetësim, ose më mirë me thonë, me një brengë e cila do t'jetë prezente të secili prej neve. Ajo është nga t'ja filloj. Duke qenë se Kurani edukon, ndërsa edukimi nuk është proces që arrihet me një lëvizje, edhe nuk është ndryshim i menjëhershëm, është ndryshim gradual. Njëri prej dietarëve të Islamit i njoftun si komentatori Kur'anit, kur ka folë për edukatën, ka thonë se edukata është arritje e përkryerjes gradualisht, hap pas hapi, qoftë edhe me hapa të vegjël. Në të vërtetë përkryerja në aspektin njerëzor, në të gjithë e dim se është e pa arritshme, kërkush s'munët me u bë i përsosur në jetën e tij. E duke qenë kështu, përkryerja ose përsosja mbetet synim. Duhet me e synu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur na ka treguar se çysh do të me konë veprat tona dhe cili do të me konë niveli i cilësisë së veprave tona, ka thonë: Inna Allahe yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina. Allahu don që kur ndonjëri prej jush ta bëjë një vepër, ta bëjë të përsosën. E të përsosën në atë cilësinë e veprës nuk mundet njeri kur me e bo, po të përsosën nga një perspektive relativitetit, një përsosmëri relative, mundet njeriu me e bo. Kjo arrihet qysh duke u mundu deri në maksimum me e bo mirë. Pra jo me e bo pa vrejtje, se gjithë dikush ka me të gjithë vrejtje, mirë po ti, dosh me thonë edhe nëse ta gjenë dikush një vrejtje, dosh me thonë, une e kom dhonë maksimumin. Ma mirë se kaq nuk di. Edhe ajo logjika, kur themi ne se Allahu nuk të ngarkon për te mundësive, ajo mundësia fillon që to e përfundon që atje na do të me shku deri te ai kufini i fundit. Jo te fillimi, me thonë, valla s'po muj ma mirë, munësh, është edhe një hapësirë e madhe. Pra, kjo është ajo, arritja e përsosmërisë, arritja e përkryerjes. Hap pas hapi, gradualisht, pikërisht kjo është ajo që quhet edukat, në vërtet kur e këshyrim, kur kthehemi mrapa, edhe e shohim historinë e zbritjes së Kur'anit. Edhe kronologjinë e zbritjes së ajeteve dhe surave të Kur'anit, e shohim se Allahu i madhëruar nuk e ka zbrit krejt Kur'anin për një herë. Edhe nuk i ka shpall krejt dispozitat për një herë. Po ka zbrit ajete, gjysmë ajete, 3-4 ajete, nga njëherë një pjesë e surës, nga njëherë një surë e shkurt komplet e kështu me radhë, ashtu sikur se e kanë kërkuar rrethanat. Edhe kësaj sahabët e kanë pas më të lehtë edhe me e kuptu Kur'anin edhe me e apliku. Po pastaj edhe krejt ato ajete që kanë zbrit. Një moment caktuar, për shembull, sahabiu Abdullah ibn Mesudi thotë, i kemi mësuar 10 ajete me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk kemi kaluar në 10 ajete tjera pa ja aplikuar ato 10 që i kemi mësuar. Ani pse ka pas të zbritur atë shpallën e ajete tjera. Edhe na sot, kur ja nisim me mësu, për shembull, kur i mikon fëmijë, kush e ka viju mësim besimin, o kona ajo formula amentu billahi, që e ka mësu mas pare, amentu billahi wa malaikatihi, e besova Allahun, melaqet, librat, pejgambert, e kështu me radhë. Dhe më thonë, formulat thjeshta, e pastaj shkojmë ato të izbërthy, pastaj shkojmë të mësu për ditë do gjana tjera dhe kësisoj edukohemi. Ajo që në të vërtet
lypet prej neve, nuk është ndryshimi i përnjëhershëm, se është i pamundën. Ani pse ndryshimi, historia e ka dëshmu se ndryshimi që e ka shkaktu Kur'anit të njerëzit ka qenë i mrekullueshëm. Po s'është bo për një herë. Dikush ka ndryshu ma shpejt, dikush ma ngadal, por në përgjithësi, do të thonë gradualitetin Allah i madhruar e ka apliku, edhe gradualiteti është i natyrshëm në përshtatshmërinë njerëzore. Sipas kësaj që thash, edhe që flitet në përgjithësi e që duhet dihet për metodologjinë kuranore të edukimit, është se objektivat kryesor të obligimit islam, ose të edukimit islam, ose një nga objektivat kryesor është me shkaktu ndryshim pozitiv në qenjen njerëzore. Ai ndryshimi pozitiv mundet me qenë shumë i vogël. E kemi thonë edhe e dim, edhe është e pamohueshme. Eduamuha wa in qall. Vepra që mas tepër me i dhënë Allahu, cilat janë? Ata që janë të vazhdueshme, qofshin edhe të pakta. Ndryshimi mundet me qenë i vogël, mundet me qenë i madh. Për shembull, kalimi i dikujt prej mosbesimit në besim, prej kufrit në islam është ndryshim i madh. Po muslimani që është mbrana islamit, ai masën e atë ndryshimin e ka të vogël, e ka gradual, hap pas hapi, ditë pas dite, një ajet të ndëgju, të mësu, të nxjerr çdo ditë ose çdo javë, të themi nga një mësim të vogël prej këtij ajeti, po synimi është që ndryshimit me i hap rrugë, për arsye se ndryshimi për me konë i duhun, ai duhet me ndiku në 4 elemente që e përbojnë qenjen njeri. 4 elemente që e përbojnë qenjen njeri. Është mendja, është zemra, është egoja, edhe pastaj vjen përfundimisht si dëshmi përfundimtare, ose si epilog, si rezultat, praktika. Praktika që bëhet me gjymtyr, me sy, me vesh, me gjuhë, me dur, me kom, me lëvizje, me qëndrime, e kështu me radhë. Kështu që mendja, për me ndryshu, i ndryshon botë kuptimet, i ndryshon mënyrën që shet dunjan ose që shet gjanat. Zemra për me ndryshu, krijohet ambient i përshtatshëm në zemër për me nxon vend imani, besimi i duhun, me u rregullu imani, me u rahatu imani në zemrën e besimtarit. Pastaj shpirti edhe egoja rregullohet edhe ndryshon pozitivisht duke u përshtat, duke u ambientu me ato që ne në gjuhën tonë nga njeri quajmë virtyte, po në gjuhën e fesë, në gjuhën e islamit, po menoj në terminologjinë e islamit, quhen vepra të zemrës, do gjona që nuk shihen me sy, po përjetohen. Sikurse është për shembull përzemërsia, sinqeriteti, modestia, përkushtimi, vetmohimi, e kështu me radhë. Këto janë gjona të cilat nuk lypin ai farë veprimi kush e di çfarë, po njeriu në zemrën e vet i aplikon, edhe krejt kjo masanej ka me reflektu edhe duke i qitë në terezi, pastaj të gjitha lëvizjet tona, të gjitha lëvizjet e besimtarit në rrugën e Allahut fuqiplot, duke dhonë mund për atë sa mundet njeriu me dhonë mund për me e synu ose për me arrit kënaqësinë e Allahut fuqiplot. Ai i cili e përjeton këtë edukim vetë, ai mundet në vete mos me e vrejt ndryshime. Ti mundesh mos me e vrejt ndryshime, po dikush që të sheh prej jashtë e vren. Pastaj ti mundesh mos me e vrejt ndryshimin, sikurse nuk e vrejmë ndryshimin derisa avancojmë në moshë, derisa rritemi ose derisa plakemi. Nëse vrejmë vetën, po dikush se s'ka pa 2 vjet, për shembull, nëse je i ri, thot ko ke plotësu, ose ko ke zgat, ose ko ke ndreq, ose ko ke qëndreq, s'ka rindje, po vrejet ndryshimi. Po nëse je në moshën pak më të shtyme, ja ke nisë më zbardhë, ja ke nisë me tra flakt, me bokse Allah, ko ke plak.
Ti se ke vrej vetën, se ti çdo mëngjes e sheh vetën edhe ndryshimet janë të pavrejtshme, mirë pa i tjetri i vren. Funit në ato ndryshimet, sidomos që reflektojnë si rrjedhoj e edukimit kuranor, nuk i bojmë për me i vrejt tjertë. I bojmë për shkak se na vetë ja u shohim hajrin, mirë po, megjithatë ato duhet me konë të vrejtshme, se për ndryshe me i thonë veti besimtar, me i thonë veti musliman, me i thonë veti pasuesi Kur'anit, pasuesi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe për një mend sjelljen tonë në veprën tonë mos me u vrejt asnjë detaj i atij identiteti, atëherë aty ka fjalë dhe llafe, por nuk ka realitet. A përveç kësaj, ndryshimi i gjendjes është i kushtëzuar me çdo ndryshime të cilat i përmena. Allahu i madhruar ka thonë në ajetin cilin jam shumë i bindun që s'ka askush prej juve që se ka dëgju. Madje jo një herë, po shumë herë. Edhe menoj që shumica për juve, ose të gjithë e dini, në surën Rad, kaptinën e bubullimës, në ajetin e 11, ose një pjesë e ajetit 11, Allahu thot, inna Allahe la yughayyiru ma bi qaumin, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, një numri të madh njerëzve, një bashkësie, një komuniteti, derisa ata, secili prej tyre të mos ndryshoj atë që ka në veten e tij. Pra, njerëzit nga njerë thojnë, çka u bo me neve, çka na gjetë kështu. Mos thuj çka na gjetë kështu, po thuj unë çka bona që realisht ndryshimi im, ose pozitiv ose negativ, e shkakton pastaj një ndryshim të situatës që gjithashtu ka me qenë ose pozitiv ose negativ. Ky ajet i ka të dyja kuptimet. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, derisa individët të mos ndryshojnë vetë. Nuk e prish gjendjen e tyne, derisa ata individët vetë mos të prishan. Ose nuk e ndreq Allahu fuqiplot, derisa ata vetë të mos ndreqen. Në surën Enfal është një ajet tjetër, i cili duhet të shkaktojnë neve një seriozitet më të madh, pothuajse deri në shqetësim. Thot Allah i madhruar, dhalike bi anna Allaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Thot dijeni se Allahu nuk e ndryshon një mirëqenie, të cilën ja ka dhënë një populli, përderisa ata të mos ndryshojnë në vetveten e tyre. Çka do të thonë nuk e ndryshon një mirëqenie? Kur je rahat, ndryshimi çysh është? Mos me kon më rahat. Kur je mirë, ndryshimi është me u bë keq. Kur je i sigurt, me u përhap frika. Kur je i ngopon, me u përhap uria. Kur je i pason, me u përhap varfria. Kur je i shëndetshëm, me u përhap smundja. Pra, të gjitha këto begati që ne i kemi, e i dim, e mund t'i imagjinojmë, e mund t'i numrojmë deri në pafundësi, ato do të mbeten me neve, për derisa na të mos fillojmë, derisa njerëzit, ma mirë me thonë, të mos fillojnë, qoftë edhe individualisht, të mos fillojnë me ndryshu negativisht. Një të mirë që Allah ja ka dhonë një komuniteti, ajo ka me metë që ashtu derisa njerëzit janë mirë njohës. E mirë njohja çka lyp? Mirë njohja lyp mas pari me e ditë se qatë mirësi e ki pej Allahut. Mirë njohja pastaj lyp që qatë to çka e din me e shpreh edhe me gjuhë, me thonë falënderimi i takon Allahut, edhe mirë njohja lyp që mirësinë e Allahut mos me e keq përdor, edhe mos me e shpërdoru. As me përdor për punë të këqija, as me e shpërdoru me e tepru për shembull ushqimin me e tepru me mastraf, ose ujin me e tepru me mastraf, ose që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kanë vetë kanë thonë ja Rasulullah qysh, edhe në ujë, në abdes kur marrë mundet njeri me bë mastraf, ka thonë po, në lumë që është i rrjedhshëm me kon të marrë abdes, nuk dosh me e tepru. Merr abdes çat sa ki nevojë, s'ki nevojë me shpërdoru. Gjatë cilën na kemi mundësi me apliku në jetën tonë këtë lloj edukate në vazhdimsi. Ekziston një lidhje interesante shumë, që na e hasim kur flasim për besimin, gjithsesi për imanin. Një lidhje shumë interesante
të cilën na e hasim kur e lexojmë Kur'anin, prej fillimit deri në fund Kur'anin kur e lexon, ku ka tematika që Allah i madhruar i përshkruan besimtarët e vren se besimi imani e te i kalon nivelin e të qenit thjesht veç me besu diçka. E kena thonë shumë herë, edhe e kemi të njoftun për asoj që në mëson Kur'anin, se kena qitë për veti, nuk mjafton njëri me thonë, unë besoj se Zoti ekziston. S'mjafton me e qujtë besimtar që atë njëri, se qështu krejt besoj. Edhe ata që munohen me mohu ekzistencën e Zotit, realisht ai përpjekja për me mohu është dëshmi se në zemrat e në mendjet e tyne ekziston Zoti. Po kjo pak ka rëndësi, po disa s'munohen me mohu ekzistencën e Zotit, ata thjesht kanë menu që unë me besu që Zoti ekziston është e mjaftueshme. Jo, nuk është e mjaftueshme. E çka po dashka, duhet krahas kësaj me besu se çaj Zot që ekziston, ai është krijuesi, ai është sunduesi, ai është dirigjuesi. E dikush mrin edhe në këtë nivel edhe thot, po mirë, pra, ja nuk është as kjo e mjaftueshme. Për arsye se këto natyrshëm janë të instalume në shpirtin edhe në qenjen e njeriut. E çka po dashka, duhet që për me konë iman në kuptimin e plot të termit, imani lyp krahas besimit me e pranu edhe zotësin e Allahut fuqi plot. Kur themi la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah, ose ashhadu an la ilahe illallah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Çka themi? Çka deklarojmë? Deklarojmë, besoj, ose deklaroj, ose dëshmoj, se nuk ka ilah. Ilah nuk është thjesht Zot, as nuk është thjesht krijues. Po krahas të qenit Zot edhe krijues edhe sundues edhe kështu me radhë, është edhe autoritet Zot, cilit ti dush me ju nënshtru. Pra në momentin që thuj la ilahe illallah, ti po pranon me ju nënshtru që ati Zoti. Edhe qështu arrihet imani, e pastaj mundëm me marë shemboj, se jo një apo ma tepër, të lidhjes konkrete të imanit me gjanat cilat janë praktike, e ndoshta njerëzve nga njëherë nuk është kanë menja se ato mundën me qenë deri në qëtë mënyrë të lidhuna me imanin, e sonte duke qenë se po flasëm për ndryshimin, e thashë në fillim ndryshimi gradual drejt të përkryeras. Ajeti i Kur'anit i surës Ra'd, Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa individët të mos ndryshojnë vetveten e tyne, qoftë për mirë, qoftë për keq, ndërsa ne synimin e kena për mirë, atëherë parashtrohet pyetja prej ku me ja fillu. Prej ku me ja fillu për me ndryshu na, e pikrisht prej ku me ja fillu, neve përgjigjen sonte kena me e lyp të 11 ajetet e para të surës El Mu'minun. Është një kaptin, një sure, në Kur'an quhet El Mu'minun, kaptina e besimtarëve. Ne deri në 11, shkruajini, se janë interesant për me, janë ajetet shkurta. Kaptina fillon kështu. Qad aflaha al-mu'minun. Ja kanë dalë, kanë arrit sukses, kanë fitu, nga njëherë përkthejmë, kanë shpëtu. Kush? Besimtarët, mu'minun, besimtarët. E po mirë, shumë. Që ky ajet mundet me u përdor prej anës tonë si moto, me majtë me thonë, kush ka shpëtu? Besimtarët kanë shpëtu. Po, kush janë besimtarët, i kemi tash 10 ajete në vijim, sikur se kemi edhe 10 ajete tjera, në vende tjera në Kur'an, që të regojnë se kush janë besimtarët. Nësi kujtohet, kur kena folë për xhennetin, në ajetet që Allah i madhruar flet në surën Ale Imran, shpejtoni të falja e Zotit dhe të xheneti gjerësia cilit është saqet edhe toka, o iddet lil muttaqin, është përgadit për të devotshmit. Shumë mirë, xheneti ka për të devotshmit. E kush janë devotshmit? E sqarojnë ajetet në vijim. Edhe këto, kush janë ata besimtarë që kanë shpëtu, edhe këte e qartësojnë dhe e përshkrujnë ajetet në vijim. Kur themi mu'minun, edhe përmendet imani, e kuptum imani është besim, është bindje, është deklarat,
është vepër edhe konfirmim. Po Allah i madhruar në këtë sure veç vënon janë i mendjen se në çfarë mënyre e përshkruan kush janë këta besimtarë. Kanë shpëtuar besimtarët, kanë pas sukses besimtarët. Ja kanë dalë, kanë arrit fitore besimtarët. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ata të cilët në namazin e tyre janë të përulur. Khashi'un, apo ju kujtohet sot 2 javë, e kom përmend një ajet në të cilin Allah i madhruar thot elem ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Surën Hadid, ajeti sa 16. A nuk ka ardhur koha që ata të cilët besuan, zemrat e tyre të bashkëveprojnë me imanin, të zbuten deri në nivelin e përuljes maksimale për Allahun. Kuptimi. Edhe e kemi thonë atë deklaratën e famshme të Ibn Mesudit që ka thonë, prej se e kemi pranu islamin, derisa na ka çortu Allahu me çet ajet, as 4 vjet s'kan kalu. Pra, fillimi i kalimit në islam edhe diplomimi, për 4 vjet njëri diploman në shkollë të mesme ose në fakultet, tash edhe më shkurt 3. Po Ibn Mesudi thot, as 4 vjet s'kan kalu derisa Allahu nuk na ka thonë, që tash jo, doni zemrat me i pas të drejtume, të rregullume, sinkronizume me imanin deri në maksimum. Kad aflaha al-mu'minun, kanë fitu besimtarët, ata cilët namazin e tyre janë të këtill, khashi'un. Zemrat e tyre janë të buta, ata në namazin e tyre janë të përulur. Çka do të thonë alladhina hum fi salatihim khashi'un? Ai i cili namazin e tij e fal jo vetëm formalisht. Jo vetëm formalisht. Me e falë namazin veç formalisht, e kam fjallën, s'po flas për që ka pas në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, asi që janë falë, edhe ata janë falë formalisht, po as synimin e knatësisë Allahut se kanë pas, po janë falë sa me menu pejgamberi alayhis salam që këta janë musliman. S'po flas për munafikat, po flas për besimtar të cilët për Allah e bojnë namazin. Mirë po e falin shumë automatikisht, lëvizje, thjesht, pa përjetim, që kjo nuk është në rregull. Do të thonë, namazi, Allahu nuk po lyp prej neve me e fal, thjesht me e fal, madje shumica e ajeteve të Kuranit që thonë aqimus salah, nuk e kanë kuptimin falen e namazin. E kanë kuptimin ngriteni namazin. Ngriteni si institucion, si projekt në jetën e juaj. Bënet të frytshëm. Bëjeni namazin reflektues në jetën e juaj, e s'ka mundësi namazin me qenë i këtill për pa e përjetu edhe shpirtnisht. E qysh përjetohet edhe shpirtnisht? Tu hi në xhami, ajo ndo lutje, janë shkruar edhe në përdyrë të xhamive, çka me thonë para se të hyjmë në xhami? Allahumma iftah li abwaaba rahmatik, një prej tyre. O Zot, hapi për mu dyert e mëshirës tënde. Mos me e thonë që të lutje, kur gjo mongot s'kelan. Po menoj, nuk është obligim, namazin apet e kinë rregull. Po me e thonë edhe me u mundu me përjetu që të lutje ka të hysh në xhami, ti veç po e përgatit vetën tone për me u fut në mëshirën e Allahut, e cila në kupton për ty përfitim. Në të gjitha aspektet, në gjitha lëvizjet tua, në gjitha frymarrjet tua. E pastaj kur hin në xhami, e ka xhamia e ka një marifet, e ka një ren, e ka një etik. Në xhami a bëhet muhabet? Bëhet, po nuk teprohet me muhabet. Në xhami a flitet, po nuk flitet me Zot nalt. Që kjo është shumë me rëndësi. Për shembull, jena ullë që aty nga të njëri tjetërët, a bon me ndru 2-3 llafe, 5 llafe, bon me ndru, po me pashpërit, jo me bo zhurë, me bo shamat. Pse? Se xhamia e ka rregullin e vetë. A bon xhami me bo tregti? Zban. A bon xhami me hi dikosh me thonë, o vllazni, më ka hup një diçka, mos ma ka gjetë dikosh. Zban. Pse? Po që ka të keqin këto punë, me thonë, apo ma shet sop, ma shet që mere, valla, zban për shkak se xhamia e ka një rregull të veçantë dhe specifik. E këto na si besimtar, në momentin që hyjmë në xhami, do të me u mundu me e përjetu. Falim
na file, falim sunnet, falim çka do të qoftë, presim me u bë ikamet. Kur bëhet ikamet, shumë interesant është edhe përjetimi i ikametit, muezini i thot do fjalë, edhe një moment caktuar krejt njerëzit qysh janë ulën. Me ardh dikush me ksyr, neve na do këtë rutinë, kjo punë se e përjetojmë disa herë në ditë. Po me ardh dikush që s'ka pa kur e shenjonin që aty të thonë diçka ose të knu. Edhe për njerë kitë njerëzit qonë, kom të qa u bomërë me këta njerë që ka patën që u qumë se e përjetojmë ikametin, këtë kamet i sala, u ngrit namazin, ngritim edhe në kam. A e keni pa, në Ramazan e kemi përjetu kur ishte xhamia plot. Edhe pak zhurmë burrat, pak ma shumë zhurmë fëmija, e halo pak ma shumë nalë të gratë u bëjke, o shuni bre, o mos bëni zhurmë, o qëtësi, o kështu ashtu, kur su nalëfin. Amon momentin që imami merë këtë tekbir, Allahu Ekber. Fjala Allahu Ekber o kanë si kur me i hjek për i rryme. Kretë qëtësi, absolute. Pse? Për arsye se po fillojmë namaz, tash këto do të me e përjetu në mënyrë të veçantë. E tash, haloj jena në formalitet. I nalëm fjallët, o drejtum ka kibla, i nalëm telefonat, i shtinëm në gjep. Am lejani të thamë edhe një gjahë për qëta telefona, ka njerë po evrej do vlazni, halo të uboj kameti, halo e ka telefonin, nështë ta Kur'an është të ledzu. Nështë ta Kur'an është të ledzu. Po më nejës, si më të folë për çka është të e përdor telefonin. Vesh kine parasysh një sen. Telefoni lyp koncentrim. E qatë koncentrim që ta merë telefoni, a i shkon në llogari të koncentrimit për namaz. Nuk mund është, si ja ka bo Allah kërkuj, 2 zemra. Kërkush zemrën biturbo se ka. Vesh një zemrë e ka. Ja koncentron telefon, ja bënë gati për namaz. Kështu që para se mi anis i kameti, nale telefonin. Shtinë në gjep, edhe ngritu, edhe meno, çka im të dasht me bo. Pse u qova në kam? Pse ju marrën që të venune? Pse ju më këthy që kënej? Që njeri që ka dalë me na pri, edhe qaj që po e kënon i kametin, pse po e boj një gjatë tilë? Ani pse, na këtë të përgjigje i dim, po kujtoja vetit, në mënyrë që kur të marrësh tekbir, Allahu Ekber, shprehja Allahu Ekber, Allahu është më i madhi, që do më thonë, krejt tjera të binë, për para thojshin hoxalartë, kur i ngritim durët, krejt që ka në dunja, e qesim rapa shpine, edhe vetë i drejtohemi synimit kënaqësisë Allahut fuqiplot. E tani, kur ti je i lidhur në namaz, edhe formaliteti e ka rëndësinë e vetë. Mos me këqyr djathtas, majtas, këqyr që aty ku kime ranë sejde. Mos me lëviz shumë, mos me lëviz pa nevoj, funit pa lëviz skiqare nga pak, mirë po lëvizjen do të me e prunë në minimum. Edhe kur të knojsh ti elhamin, ose kur të dëgjojsh imamin duke e knu elhamin, meno, qka është tu u thonë? Nuk besoj, si shdasht me ndodhë, nashta edhe ka. Po s'besoj që dikush si e din elhamin e si e din edhe kuptimin. Po nëse ka dikush si ja kam shua ala kuptimin, mësajen e kuptimin, ju kom thonë shpesh që ato që ka i din përmensh për i Kuranit, që ato sure që i kënon namaz edhe që ato lutje, mësajo edhe kuptimin, se të shmetit që ka po thu, për ndryshe s'mun është me u përqëndru shumë. Tash me ardhë një imam, ju mundi me thonë, po, masit ti sjepi atyne, me ardhë një imam që e ka zonin e bukur, edhe falemi mas ti edhe thojmë na ka knaq. Për një me na knaq, se interpretimi i bukur i Kuranit është bukuri, është knaqësi. Po do të mja bo veti pyetjen, pse u knaqa? A më knaqi zoni? A më knaqi përmbajtja? A nëse ja kom ditë kuptimin që asaj që ka o kënu në namaz, më knaqën të dyjat, e kjo kish me qenë ma e mira. Ajo që po du me thonë, ose ajo në qka po insistoj, e do të mundohemi, të përpiqemi, është që për një mend të përpiqemi deri në maksimum namazin të përjetojmë me zemër, shpirtnisht. Për arsye se që kjo është kusht, pra Allahu kur thot kanë shpëtu besimtarët, ose kanë fitu besimtarët, nuk po thot ata të cilët falen. Po çka po thot? Ata të cilët namazin e tyre e përjetojnë me khushua, me përulje maksimale. Shkurtimisht, edhe pse për namazin me fol gjatë, si e pëm hakun, se është gjatë shumë me rëndësi. Po këqyre tash lidhjen, çka vjen mas namazin? Çka vjen mas namazin? Po ju pes, a vjen zeqati? Ha? Zeqati vjen. Te ajetet e surës Mu'minun,
vjen zeqati, po s'vjen me njëherë. Vjen ajeti, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Kanë shpëtu besimtarët. Ata të cilët namazin e tyre janë të përmullën, dhe ata të cilët të kotës edhe të pavërtetës i shmangen. Para si me fillu me folë për zeqatin, pse? Për arsye se që kjo gjendja të cilën Allahu po insiston që na ta përjetojmë namaz, kjo është gjendja ma e favorshme që krejt ato që ka jenë tepër të aldamshme për zemrat tona me i shmange dhe me i largu, që quhen laghu, kryesisht janë teorike. Laghui ma shumë është teorik. Ka në hadith, një hadith interesant, kur flet për prezencën në xhuma të besimtarve, edhe për dëgjimin e hutbës, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men mesel hasa faqad lagha. Je ulën në xhami, khatibi po e man hutbën, po flet, edhe ti po e ndëgjon me vëmendje, po të ka shku gishti me prek një guralec. Atëherë xhamia si nkon me tepia, sikur sot nkon me zall. Një guralec me e prek, thot, ke bo laghu, ke bo pun të kotë, që është në kundërshtim me dëgjimin e hutbës. E tash, mos të shqetësohemi deri në atë mas me thonë, ku po sa gjumane pas në qup pashtone, që shtu se ja kom prek telefonin, ja kom shti dorën në gjep, pa vedije, ja kështu ja. Qëllimi çka është? Qëllimi është që ne, nëpërmjet këtij hadithi të ngjashme, të edukohemi maksimalisht për përqendrim. E nëse ndonjëherë ndonjë lëvizje e jonja në trallton, besoj që Allahu ka me na mëshiru. Por duhet kemi kujdes mos bëjmë gjona më të mëdha. E kom përmend një ditë, po e përsëris prapë për shkak të rëndësisë, jemi skajshmërisht të pakujdesshëm kur vim në xhumë. Sidomos ata që vinë me vonesë. Unë i shoh pe këtu, tash që e kemi çel xhamin deri në borë, i shoh njerëzit të ardhur. I shoh disa njerëz se kam kërkon për qëllim, po me gjithatë do të më përmirësu, të njëjtit, gjithë masit hyjone në hytbe ata vinë, kadal. Edhe njëri për tyri bile hala telefonin, hala e ka të shkru me dikanja të kësyrë, diska, hytbja është të umajt. Realisht, gjithë kuj mundet me i ndodhë me u vonu. Mirë, po nëse e vonu, hec pak si me keqardhje. Shtina telefon gjep, masën e i hinë xhami, edhe i jep selam njerëzve. Imami të folë, selam aleikum, filan, qysh je, a ke mujtë? O, lomare se ty ashtu je i vonum, ashtu je, ke po kundërvajtjet i hala, po i shkakton problem aty në që jenë ardhë me vakt. Për arsye sa i shkreti që është ullën aty tja ke zgatë dorën. Me ta zgatë dorën, e prish edhe i xhuman. Mos me ta zgatë dorën, ty tjetë hatri, tani do të me të qu gjenë, do të me ta qu më lavat mirin me të pajtu, së më foli, ma la dorën kaci. Do të me pas kujdes, hinë xhami, mos u merë me asë një pun tjetër përveç se drejto ku me gjetë një venë edhe sa ma shpejt me u përgadit për me dëgju. Pra, kretë kjo, edhe dëgjimi i hutbës, edhe përqendrimi në namaz, edhe na nimojnë që zemrat tona me konë shumë të gatshme për me flakë, për me arritë që ato وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, që qatë të keqen, të padobishmen, të damshmen, me e largu për jetës sonë. Ajo në dratë parë, pra do të me uqrënjos prej zemrave, po është përmend edhe do të me uqrënjos edhe prej gjuhëve, se ato që ka e ka zemra edhe gjuha mundet masani me përtyp. Muhabetet pa lidhje, me komentu muhabetet Facebookut, ose muhabetet qapodion e të rrjeteve sociale, ose muhabetet që hiç s'na hinë punë, as për mirë, as për keq. As shohim sherr për tyne nëse i lam, as shohim hajër për tyne nëse i trajtojmë, leje hiç o tyne. Po edhe nëse dikush se ka eduku gjuhën e vetë, ti eduko veshin tanë, mos u merr me atë punë. Që kjo është shkurtimisht, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, e pastaj vjen ajeti وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, dhe ata të cilët zekatin e ekzekutojnë, fa'ilun e praktikojnë. Zekati është punë e madhe, është shtyllë për shtyllave të Islamit, është ibadet për ibadeteve të Islamit, po e veçanta e tij është se as ki nevojë me pas abdes, as ki nevojë me u kthy ka kibla, as ki nevojë me bë kurrë thjesht me një zemër të pastërt, me një synim
për hir të Allahut me një përzemërsi të skajshme, veç do të më shti dorën në xhep edhe me nxjerr ato që s'janë tua, tani pse përkohësisht janë në xhepin tan. Zekati çka është? Allahu ka thonë: "Walladhina hum fi amwalihim walladhina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum." Dhe ata të cilët në pasunitë e tyre ka pjesë, hise të ditun për tjertë, për ata që lypin edhe për ata që s'lypin. Pra zekati nuk është parja jote, edhe nëse mundosh me ndalë, dije që e ke ndalë pa hak. Nëse e ke dhënë se e ki borxh, po çka është e mira? A i keni pa vllazni kur pagujmë tatime, ose kur pagujmë çka do të qoftë, kur kush thot faleminderit. Shkon e pagun rrymën, ai rrymës aty olla të metën edhe një 30 cent borxh. Na thonë kanë herë apo do më pagu krejt. Ama kërkush thot, Zoti vllash bereqet, faleminderit që i paguve. A zekati është shumë më pak, po kur e jep zekatin Allahu i madhruar mes tjerash që ka marrë përsipër çato që edhe shumë fesh me ta kthy. Wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allahi fa ulaika humul mudha'ifun, e atë që e jepni zekat, duke e synu kënaqësinë e Allahut, që tyne Allahu ja u shumë feshat. Hala nuk kam zatet njeri i cili ka dhënë zekat edhe është fik. Me përjashtim e kom treguar të rrëfimin, ata dy burrat janë kon dy shok, edhe njëri i ka thonë shokut vet, o myta të dhënë edhe hiç po paksohet. O më kjo koni sinqert, i përzemërt, burri mira, i tjetëri i shkon lakmitar, edhe ai ka pas lakmita shumë bo ma shumë, mas një muj dite e takon shokën e vetë, i tha më ke marrë në qafë, pse, tha edhe unë jam nisa, o myta të dhonë, tha mu po më hargjitën. Tha une, tha edhe për hirë të Zotit, ndërsa ti po e qëtë Zotin në sprovë, Zotin nuk qitat në sprovë. Amar, kër e ki për një me, Allah i madhruar, pa dyshim që e shumë fishan, edhe krejt njerëzit, kush e jep zekatin, e din që s'ka ndodh me dhënë zekatin, e masën e vitin tjetër mos me pas me dhënë zekat. Ja, si vjetë ke dhënë zekat, në mot o dasht me dhënë ma shumë. Pse? Se Allahu ta ka shtu pasuni. Nuk ka vesh zekati gjithsesi, po këtu në këta jetë zekati po përmenat. Walladhina hum liz-zakati fa'ilun. Dhe ata të cilët zekatin e praktikojnë. Mëra pas thonë neve, hajtë formulane për çka këshumë folë mas zekatit. Këshumë folë për agjerim, këshumë folë për haqë. Apo? Po Allahu s'po flet as për agjerim, as për haqë, po në ajetin vijus, po thotë walladhina hum li furujihim hafidhun. Dhe ata të cilët avretin e vetë e ruajnë. Avreti, furuj, është organet gjenitale, bukfalisht që i ka përmendë Allah, i ruajnë. Illa ala azwajihim, përveç në kontakt bashkëshortor, legjitim. Aty ku s'ka legitimitet, ata ruhen. Pse është veçu kjo me njëherë mas zekatit? Edhe në këtë kontekst, besimtar, po flasëm për gjona të mëdhaja, Islami ka shumë dege, nëndege, shumë mësime, shumë halale, shumë harame, shumë obligime, shumë preferenca. E pas që kjo qështu në seni 3-4 me u përmend, pse? Veç për shkak të rëndësisë. Veç për shkak se është shumë e rëndësishme, edhe nëpërmjet këtij ajeti, na thamë ndryshimi ndodh te mendja, te zemra dhe te egoja. Që ku erdh egoja këtu? Se egoja, kojta është ajo që është njeriu me mos me pas kufizime, mos me respektu kufi, ose me dal prej kornizës së të lejuarës në fushën e të ndaluarës. E Allahu po thotë dhe ata të cilët e ruajnë avretin e tyre, i ruajnë organet e tyre gjenitale, e ruajnë moralin e tyre, e ruajnë ndershmërinë e tyre, përveç në rrugë legjitime edhe halal. Fa innahum ghayru malumin, e në rrugë legjitime s'ka çortim. Kur ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të i tregon njerëzve, shokëve të vet, çka është mirë dhe çka llogaritet sadaka. Nëse i pajton dy njerëz është sadaka, nëse një njerëz se din rrugën, ja tregon rrugën është sadaka, nëse diku i jep një lypsit është sadaka, nëse diku i nimon me ngarku një sen se s'po mundet vetë edhe është sadaka, e këto plot sene. Edhe në fund një moment ju ka thonë, edhe ndonjëri për juve kur shkon te shtëpia e vet, te halali i vet, edhe e bën punën që e bën në legjitimitet burri me gruan e vet, edhe ajo është sadaka.
Sahabët janë çudit, ja Rasulullah. Na po e dim që është halal, neve po na mjafton veç halal me kon, veç gjuna mos me e pas, po çuditum, çysh Zoti edhe për çata më na shpërblyja, ka thonë po të kishit bon haram, a ju kish ndëshku, po, e mas e banin halal, Allahu ju shpërblen. Kjo është një dëshmi e mirë se njeriu në halal ka atë që i mjafton, por mos me pas kur nevojë me shkel aty ku s'duhet. Për që thot duhet me konë shumë i vëmendshëm. Allahu thot, fe ulajke gajru melumin, fe innehum gajru melumin, nuk qërtohen për këtë punë. Ama e jep tash këtu edhe një kërcënim. Fe meni bëtega vara e dhalike, fe ulajke humul adun. E kush lyp diçka për te, që sajle ta din se i kanë te i kalu kufit. Do të thonë këtu është kërcënime shumë serios, paralajmërimi është shumë serios në temën e ndershmërisë edhe moralitetit. Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dhe ata të cilët emanetet e tyre edhe zotimet e tyre kujdesen për to edhe i çojnë në vend. Emanetet, ato që kemi marrë emanet, zotimet, ato që kemi marrë përsipër. Ka thonë dikush, pse u përmen namazi, u përmen zeqati, e su përmenën agjerimi edhe haxhin këto ajete, e njëri për komentatorëve të Kuranit ka thonë, jo është përmen edhe agjerimi edhe haxhi, pikrisht të kjo pjesë edhe ata cilët emanetet që i kanë marrë përsipër i kanë çuar në vend. Edhe me qëtë ajet, ata kanë thonë se përfshihen të gjitha obligimet dhe detyrimet që i kemi, ndaj Allahut, po edhe ndaj njerëzve. Edhe vjen një ajet tjetër pas kësaj, thot, walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, dhe ata të cilët namazeve të tyne u rrin gati, me përkushtim. Namazi po përmenet 2 herë, po në të dyja herët po përmenet ndryshe. Në ajetin e dytë të surës, që është përshkrimi i pari besimtarve, thot, fi salatihim khashi'un, përjetimi i namazit. Esenca, e brendshmja, përkushtimi me zemër. Këto, qëndrueshmëria dhe përkushtimi formal, walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, dhe ata të cilët namazet e tyne i ruajn, e kjo nënkupton edhe formën e namazit, nënkupton edhe kohët e namazit, nënkupton edhe të gjitha rregullat e namazit, pa pikë dyshimi, po nënkupton gjithashtu edhe vazhdimsinë në namaz. Kur asnjë namaz mos me e lanë, ç'kjo nënkupton? Yuhafidhun, i rrin gati namazit edhe kur asnjë namaz nuk e lanë. Do thënë namazi me dy shtylla interesante shumë, për arsye se namazi do të me dhanë efekt. Namazi është sikurse oksigjeni. Disa obligime tjera janë sikurse uje, disa tjera janë si ushqimi, disa tjera janë si gjumi. Mas pak ti mundëm pa oksigjen me nejtë. A është qështu apo jo? Krahas asaj që thithim ajër me kon ajri i ndotën, na marrim frymë. Mirë po mundëm me u helmu. Namazin pra po u dashka me e konsideru si oksigjenin e me nejtë gati që me kon i pastërt, i filtru, tamam si oksigjeni. Edhe me përkushtim edhe me sinceritet, po edhe me të gjitha formalitetet. Ulaika humul warithun, alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Këta do të jenë trashëgimtarët, të cilët e trashëgojnë firdausin e te do të qëndrojnë për gjithmonë. Fillimi edhe në fund epilogo ose rezultati. Këta do të jenë trashëgimtarët, të cilët e trashëgojnë firdausin, në cilin do të qëndrojnë për gjithmonë. Ajo që Allahu ka lyp prej neve, krahasu me atë që Allahu po na ofron, është shumë pak. Me marrë me e krahasu që të gjennet firdaus, një, me kretë ato përshkrimet dhe cilësitë e tij që na si imagjinojmë datë. Edhe me e krahasu me faktin se aty masane kena me qëndru për gjithmonë. As ki me usmu, as ki me vdek, as ki me umërzit, as ki me dikush ka me pa vrasësin e vetë në gjennet edhe s'ka me pasu rejtjen ndaj tij. As absolutisht kur gjë s'ka me ta prish Terezin në gjennet, edhe ki me nejtë për gjithmonë, por që ta po thomë, kjo që ka lyp Allahu prej neve, për me e fitu gjennetin është fare pak,
po mi pas thonë Allahu rrini një kam, na një kam o dasht me nejt edhe si shdasht me e ba, absolutisht me e ba laf këtë punë. E keni njët rrëfimin e asaj grus që e kanë taku prej umeteve të hershëm, tu kajtë të një varë, i kanë thonë, pse po kanë, ka thonë, më ka dek një djalë i ri, dhe të sa i ri, po e valla e thotë një 300 vjetë s'ka jetu shumë. I kanë thonë, po ka me ardhë një umet, kanë me jetu 60 vjetë deri në 70 vjetë. Thot une me paskon për i tyne kur kryt prej sejzde se kësha që. 60 vjetë, 70 vjetë, shkort, sejzde. Së është kjo kërkesa e Allahut, shqyr Zotë, kërkesat e Allahut po i shoja. Namazin falne me përkushtim për jetane, për të kotës largoni që i bije për dobishmën kapeni, aplikojeni për dunja, për ahiret, për kështu me radhë, edhe në këtë formë e shohim se sa interesant është puna e besimtarëve të cilët e kanë siguru shpëtimin e përshkru me thjesht në këto 11 ajete të para që janë të surës El Mu'minun. Lejoni ta them një gjë për surën Mu'minun. Ajeti i parë i kësaj sure thot qad aflaha al mu'minun. Kanë shpëtu, kanë fitu, ja kanë dalë, kanë arrit sukses besimtarët. Ajeti i fundit thot innehu la yuflihu al kafirun. Vërtet kur s'kan me dalë, as kanë me pas sukses mohuesit. Mes tyne është komplet një rrëfim, është një zbërthim interesant kuranor që neve na jep me kuptu se qysh arrihet përjetimi i qasaj edukate, i qati ndryshime të cilin e përmendëm në fillim, arritja e përkryerjes gradualisht. Një gjarë regulohet me namaz, një tjetër regulohet me zeqat, një tjetër regulohet duke e rujt morale, një tjetër duke u bë të kujdesshëm mos me u marrë me punë të kota, e kështu me radhë. Jeta ashtu vazhdon me kalu, po na e shfrytëzojmë atë në mënyrën më të mirë. Allah e shpërblet për momendjen e inshallah në takimet e radhës vazhdojmë me këtë temë, po me nën tema tjera. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.